elektorale të cilët do t'jenë avokatrit e propozimeve tona të ujdisura, të rëna dakord, që ne mendojmë se është sistemi më i përshtatshëm për zgjedhjet në Shqipëri. Duke mos harruar kur një gjë, se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Të gjitha ata që mendojnë ndryshe, ose kanë mungesë të kulturës elektorale, ligjore, s'është mëkat të mos e kesh, ose pastaj janë me dashje apo pa dashje avokatër të një farse që realizon Edi Rama. Ju i dëgjoni sot se si akuzojnë populli, si akuzojnë partitë. Nuk e ka fajin Edi Rama dhe regjim, po e ka fajin opozita se nuk i frymëzon njerëzit si në Rumani dhe në Bullgari. Me duhet të them këtyre altoparlantëve të Edi Ramës, ose kriptoramistëve, se Rumania dhe Bullgaria janë vende të lira. Se në Rumani dhe Bullgari nuk shtypet pluralizmi. Se në Rumani dhe në Bullgari nuk humbasin vendet të punës njerëzit në qoftë se kanë bindje të ndryshme. Se Rumania dhe Bullgaria ka patur rast dhe kanë zhvilluar në një vit 2 dhe 3 palë zgjedhje dhe kanë ndryshuar qeverinë. Kurse ky pasardhësi i Kristaq Ramës, ky nuk lëshon dot pushtetin, shikoni çfarë bën, është kap në flagrancë, hajdut me tunelin e Llogaras, e ka marrë zëvendës ministre e ka çuar zëvendës kryeministre ka çuar në Ankara bashkë me te, kanë bërë pazarin me 50 milion euro si fillim, dhe tani mashtron siç është patrupsisht se nuk ka ndodhur në botë të pezullohet ministri. Hajduti pezullohet dhe arrestohet kudo në botë. Hajduti certifikuar pezullohet dhe arrestohet, burgoset kudo në botë. Qoftë ai ministër, qoftë kryeministër, qoftë president. Kjo është e vërteta. Dhe ky do të na mush mendjen ne se celohet kushtetuta. Se u pezulloj ka njeriu që ju garantojnë ju që ato 50 milion janë nofta 1/50 e atyre që ka vjedh ajo. Dhe që ka shpërduar me Edi Ramën të gjitha. Se ajo ka qenë, po të mos ishte zonjë, do të thosha ka qenë këmish në kuptimin figurativ, këmisha e Edi Ramës. Se aja u thoshte vetë atyre të tjerëve që vetëm kjo më kryen punë mua, vetëm kjo më kryen punë. Me kjo zbaton të gjitha. Dhe tani ushtron terror mbi gjykatën kushtetuese që ta mbrojë me çdo kusht. Natyrisht populli do të përgjigjet këtij qëndrimi por e bëra këtë hyrje për të kuptuar pse jemi ne këtu dhe i garantoj